tjetë krye mjeshtër. Se aktori i dobët, i cili nuk di ti ka fjalët ku duhet, fjalët kanë shpirt, kanë trup, kanë anatomi, dhe për roken në një vend të keq, nëse ti luaj në tragjedi, njerëz do të qeshin, ajo nuk është komedi, nuk është dramë, dhe duhet të kuptosh gjinin, fahun, zhanrin, konceptin, për të arritur të bindja. Dhe që të luash bindjen, ti nuk duhet të imitosh askënd. Pra, duhet t'jesh vetvetja nga ajo që i ke pasur të dhanat. Bravo. Ti kështë ditë po thuaj se gjithë botën dhe të kanë ndodhur gjëra interesante, por një gjë interesante që të kanë ndodhur që du me ndo sonte me publikun është kur ke qenë në shtetin e Arizonës, ju kanë ndodhur diçka kur keni shku me bëni dokumentar. Çka konkretisht ju ndodhi aty, shkurtimisht? Arizona, njerëz tanë e njohin publiku si pas atyre filmat të kaubojve. Kauboj dhe thot lopçare, di, që ato lopët që ruan. Dhe është vend shumë i çuditshëm. Pse? Shumë veç shkretira dhe po të ndalet njeriu në Arizonë të shohë ato shkëmbinjt ato gur, duket sikur Perëndia kur krijoi tokën, aty i zbrazi ato thasët me gurë, di. Një njëjtën gjë thotë edhe atë Gjergjfishta për Shqipërinë, me ato shkëmbinj, me ato gurë, me kret. Por, Arizona ka shumë gjëra të veçanta dhe erdha në një zonë me një shokun tim, Agron Mirdita, ai ka nofkën amerikani, është një krye luftar shqiptar për shqiptarët e Amerikës, ditën kur zhvra Dem Jashari pas betejës Jasharajve, ai ka marrë bilet një kakshe dhe erdhi për të deponuar jetën në altar të dheut për të quar amanetin e babait të vet. Me këtë rastin se më lejohet ta përshëndes Agron Mirditën. Do të vijë për Agron Mirditën. Një krye luftëtar që i ka dalë hakut, ka paguar borxhin ndaj Kosovës, nuk ka pranuar të jetë as veteran, as ndihma, as para. Dhe unë e pyeta pse nuk shkon të regjistrohesh për ndihma. Ai tha, unë e njoh generalin e madh amerikan, i cili thot, nëse keni luftuar për atë dhe, do të ishte në rregull, por si kur ta di që do të luftoni për para, atëherë merrni plaçkat në krah dhe kërkoni një dhe tjetër. Dhe mendoj që Agron Mirdita është në 6 libra të shtetit Amerikan, është një model i krye luftarit shqiptar të luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po ashtu e generali Amerikan për cilën fola për strategjinë të Skënderbeut, ka shkruar një libër për Agron Mirditën, ka shkruar Washington Posti, ka shkruar New York Timesi, dhe me atë unë shkova duke bërë filmin dokumentar për shqiptarët e Amerikës dhe luftën e Kosovës, nuk ishin vetëm quhet filmi. Unë dalim në Arizona dhe në një vend nuk na lini, ishte zonë ushtarake, nuk na linin të afrohemi, dhe atje pash 3 figura që mund të shohësh me dylbi të larta, shqiponja e zezë, 33 milion vjet. E vjetër. Po, shqiponja e bardhë, 34 milion vjet. Dhe shqiponja e kuqe, 36 milion vjet. Dhe këto shqiponët, në largësi, në mes të shkëmbinjve, në shkëmbinj të lartër, 4.000 metra, ishin si zgapella, si shpella të hapura, kështu me kratë, dhe janë modelet e aeroplanëve të cilët janë ndërtuar sot. Këto ishin shqiponjat e mëdha në kohën e tiranozaurëve e kret, në kohën e paleolitit e kret. Dhe më thënë, janë gjëra që po ti marrish ti analizosh sot në aspektin arkeologjik edhe ontologjik, atëherë do të shohim që njerëzimi, do më thënë, daton shumë përpara. Kjo dëshmon që atje ka diçka mister dhe atje në atë vend, po ashtu janë edhe zona të çuditshme, hulumtuese, kërkuese, që shteti Amerikan flet me krijesat që janë nga planetet tjerë, nga universi tjerë, apo të njohur në filma alienët. Do më thonë, i pati ju me dërbi ato vende? Jo, i shohim në zonat ku e ndaluar, s'mund të afrohesh, ato janë zonat të interesit nacional edhe njerëzor, civilizues.
janë zonat cilat të ruhen. Dhe kjo është enigma që shteti Amerikan është imperatoria e vetme që njerëzit çfarë kanë në ëndra në krye, ata i kanë të realizuara edhe për një 100 vjet prapa. Domethënë, kështu sa teci njerëzimi, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë blej gjithë mendjet njerëzore, edhe sikur ta dinë që ekziston ndonjë njeri i mençëm, mendje njerëzore, shkojnë dhe e marrin për ta peshuar, nëse nuk do me para, me flori, apo me kristale, e peshojnë me çfarë tjetë, apo si thonë në Amerikë, ka një shprehje të bukur, një njeri që nuk do të paguhet me pare, duhet paguar me më shumë para. Apo që njeri që nuk shitet me pare, shitet me më shumë para. E vërtetë kjo? Dhe koncepti amerikan i shtetit është kombinatorik e konceptit shtetëror të Machiavellit edhe të Montesquieu. Domethënë, liria dhe demokracia. Kushtetuta amerikane i ka 31 amendamente. Të gjitha kushtetutat ballkanike evropiane kanë 100, 200, 300 edhe 500 dhe sa më shumë amendamente të kenë kushtetutat janë më të komplikuara, siç ishin këto kushtetutat ish-jugoslave të Republikës Jugoslave me koncepte neo-bizantine dhe gjithmonë në paragrafin e dytë ishte paragraf sankcionues që kishte të bëjë me ne popujt e shtypur që nuk e kishim lirinë dhe që kërkonim të drejtën ja me të mirë, ja me të butë, kërkojmë kushtetutë dhe ja me luftë. Dhe kjo është ajo që kushtetuta amerikane garanton në 10 nenet e para, amendementet e para garanton janë liritë dhe të drejtat e njeriut. Dhe ka shumë liri dhe të drejtat njeriut në kushtetutën amerikane të marra edhe për librave të shenjtë. Se vetëm Amerika nuk ka urrejtje. Për shembull, një nga kodet e presidentit të Amerikës, që duhet të jetë president vetëm ai që është 40 vjeçar, domethënë të kujton Kuranin, pejgamberin, profetin Muhammed alayhis salamin, i cili i erdhi dituria, aftësia për të predikuar në moshën 40 vjeçare. Apo gjinin, barazin mes femrës edhe mashkullit, barazin edhe domethënë lirin mes të bardhëve të zinjve. Këto janë gjëra të cilat Shtetet e Bashkuara i kanë sankcionuar në kushtetutë dhe prandaj ajo kushtetutë që 1766 nuk ka ndërruar asnjë nen, asnjë amendament dhe nuk të ndryshoj kurrë se i kënaq të gjitha interesat e popullit amerikan. Nuk them kombit, se nuk ka komb amerikan, ka popull amerikan, ka shtetas amerikan dhe të gjithë popujt nga do që vinë janë amerikan. Do të kiti sigurisht.